Aty në qoftë se korpusi, pra është i korpus në kuptimin absolut patriotik dhe po lufton për demokraci, gjethe të opozicë të atyre që përpiqen të nxjerrin gështejat në duart të tjerëve që janë të damkosur si marksist-leninist të njohur dhe përpiqen të manipulojnë një protestë të tërë, këtej bërtasin që s'do të jetë politike, atëherë këto janë krejtësisht të pavlerë dhe ne nuk duhet të intimidohemi, përkundazi demokratët do marrin pjesë dhe do mbështesin çdo protestë të drejtë në Tiranë dhe në mbarë Shqipërinë pa asnjë lloj kompleksi. Po, duhet ta them këtu. Kam kërkuar deputetëve dhe drejtuesve kryesorë të Partisë Demokratike në respekt të deklarimit të protestës si një protestë qytetare që të mos shkojnë aty për të bërë lajme se protesta po tentohet të akaparohet. Forca politike e mbështet kanë kudo në Tiranë dhe rrethe. Demokratët kanë qenë të pranishëm dhe do jenë pranishëm si qytetar. Natyrisht kauza e shpallur e largimit të qeverisë dhe vendimet pasuese janë kauzë që mbështetet, që i ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme Partia Demokratike dhe i mbështet plotësisht. Edi Rama nuk ka legjitimitet. Ai doli nga zgjedhjet të plaçkitura. Ai mbrojti haptas korrupsionin dhe ai mashtroi me problemin e lagunës, e Zvërnecit në mënyrë monstruoze, sikur ta kishte pronë të Kristaq Rams dhe jo një territori tërë me banorët e vet, me qytetarët e vet dhe një pasuri jo vetëm e Shqipërisë por dhe e Europës.